Këto problem paraqet mos fuqizimi i femrës në shoqëri. Pra, në shohim çdo ditë ngacmimet seksuale nëpër shkolla, ngacmimet seksuale nëpër institucione të ndryshme shtetërore, të cilat ne i dëgjojmë dhe nuk paraqiten as në media dhe as në institucione gjyqësore, nëpër gjykata apo edhe nëpër institucione më të rëndësishme. Ajo çfarë na duhet të kemi parasysh është se ne si shoqëri vuajmë nga tema tabu në shoqërinë tonë. Sot ende puna domethënë e faktorëve biologjik ende është tabu në familjet tona. Kështu që ne ajo çfarë ne duhet të bëjmë është të punojmë në mënyrë sistematike, në mënyrë të vazhdueshme dhe shumë të fuqishme, duke i folur këto tema, duke i diskutuar dhe duke qenë pjesë e diskutimeve tona familjare, tema të cilat në fakt nuk janë tabu, në fakt shkak se këto tema i kemi bërë tabu e që nuk duhet të jenë apo nuk duhet të kishin qenë, është shkak pasojë apo rezultati i asaj që na po përjetojmë.